po sikur pylli të mos jetë i heshtur, por të flasë në një gjuhë që ne nuk e dëgjojmë. Çdo hap që bëjmë mbi tokë, fsheh një botë të gjallë poshtë nesh. Një botë ku rrënjët prekin njëra tjetrën, ku energjia rrjedh dhe ku jeta lidhet në mënyra që shkenca sapo ka filluar t'i kuptoj. Ndoshta pylli nuk është vetëm një grup pemësh. Ndoshta është një organizëm i vetëm. Për shekuj me radhë, pemët jon parë si të heshtura, të palëvishme, të vetmuara. Por kjo ide po ndryshon. Shkencëtarët kanë zbuluar se pemët nuk jetojnë të ndara. Ato janë pjesë e një rrjeti të madh, të padukshëm. Një sistemi që lidh rrënjët e tyre përmes kërpullave nën tokë. Ky rrjet shtrihet në kilometra dhe lidh qindra, madje mijëra pemë. Studiues si Suzanne Simard kanë treguar se pemët lidhen përmes një sistemi të quajtur Wood Wide Web. Përmes këtij rrjeti, pemët shkëmbejnë lëndë ushqyese, ujë dhe madje informacione. Kur një pemë sulmohet nga insektet, ajo dërgon sinjale kimike përmes rrënjëve. Pemët përreth e marrin këtë sinjal dhe fillojnë të prodhojnë substanca mbrojtëse. Një paralajmërim i heshtur. Një sistem bijetese i përbashkët. Në këtë rrjet, jo të gjitha pemët janë të barabarta. Disa prej tyre janë më të vjetra, më të mëdha. Ato quhen pemët nëna. Këto pemë furnizojnë të rejat me ushqim dhe energji, duke i ndihmuar të rriten dhe të mbijetojnë. Është një formë kujdesi, një sistem që i ngjan një familjeje. Pylli nuk është një vend i rastësishëm. Ai është një rrjet i organizuar, një sistem inteligjent që funksionon në harmoni. Çdo pemë ka rolin e saj, çdo lidhje ka kuptim, dhe çdo sinjal është pjesë e një komunikimi më të madh. Kur shikojmë një pyll, shohim vetëm sipërfaqen. Por poshtë ndodh një histori tjetër, një histori bashkëpunimi, ndihme dhe lidhjeje. Një botë që funksionon pa zhurmë, por me një inteligjencë të thellë. Ndoshta pylli kujton, jo me fjalë, por me lidhje, jo me mendje, por me rrjetin e tij të gjallë. Dhe ndoshta ne kemi shumë për të mësuar prej tij, sepse në një botë ku gjithçka është e ndarë, natyra na tregon një të vërtetë të thjeshtë. Jeta është më e fortë kur është e lidhur. Por ndoshta aspekti më i habitshëm është ajo që shkencëtarët e quajnë një formë kujtese biologjike. Studimet tregojnë se disa bimë mund të kujtojnë përvoja të mëparshme, duke reaguar më shpejt dhe më fort ndaj rreziqeve që kanë hasur më parë. Kjo nuk është kujtesë si tek njerëzit, por një sistem reagimi i ruajtur në strukturën e tyre biologjike. Një gjurmë e së kaluarës që ndikon në të ardhmen. A mund të ketë pylli kujtesë? Shkenca sugjeron se po. Jo si mendim, por si reagim. Si një sistem që mban gjurmë të përvojës dhe mëson nga ajo.